Sot vendosëm ta mbyllim këtë sezon duke rikthyer asaj që ne konsiderojmë thelb. Është edhe informacioni tepërt te pacienti, sepse ai hyn në Instagram, shikon noflla, fytyra, forma. Si mbyllim dot. Sot me aftësitë e laborantit, me aftësinë e teknologjisë mund të arrisin në rezultat edhe më të bukur, edhe shumë më të bukur se ata që ne mund të pretendojmë. Atëherë besoj se sfida më e madhe është koha, se edhe një qeverin nuk është se e ka aty poshtë, po thjesht hapësira kohore që ai ka për të kryer një punë. Shumë e vërtetë. Guxon të themi jo, pse krethën po. Një teknik I cili do të jetë I suksesshëm profesion duhet patjetër të bashkëpunojë me të tjerët sepse Te populli mendoj që shumë vonë e kanë kuptuar që dentisti nuk e kryen krejt. po. Patjetër sfida për ta siguruar është reale. Dakor. Po ti duhet ta kesh. Po, edhe duhet ta kërkosh. Një ndër problemet kryesore që kam unë mendoj që në furnizimin e laboratorit kemi shumë mangësi. Cilat janë sfidat më të mëdha që has le të themi një laborator sot? Për shembull, sfida më e madhe është kur vjen pacienti, më harret që përmendë se ka në dhëm, ka bë total implantin gojë dhe thotë, shiqë se unë jam pak vezvese në këtë punë. Po tash vezvese, kur I ke humbë dhëm, ti e bë vezvese, a ke qenë më herët.